Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Sektori Përfshirjes Sociale, Barazisë Gjinore dhe Mbrojtjes së Fëmijëve, Bashkia Pogradec, organizoi pranë qendrës multifunksionale për fëmijë aktivitetin social artistik të promovimit të veprës Anatomia e një vrasëseje, të autores Eva Caca. Të ftuarit patën mundësi të shkëmbenin mendime me autoren dhe të shijonin leximin e pjesës nga libri shoqëruar me tingujt e kitarës. Anatomia e një vrasëseje është një roman që depërton thellë në psikologji njerëzore duke eksploruar motive, plagët, emocione dhe rrethanat që mund të shtyjnë një individ drejt aktit ekstrem të vrasjes. Përmes një analize të thellë psikologjike dhe një rrëfimi të ndjerë, autorja zbërthen stres pas strese jetën e protagonistes duke na bërë të kuptojnë se e vërteta është shpesh më e ndërlikuar se sa duket. Vepra nuk kufizohet në dimensionin narrativ të një ngjarje kriminale, por synon të ofrojë një reflektim të gjerë mbi raportin mes individit dhe shoqërisë, mes fajit dhe përgjegjësisë, si dhe për proceset e brendshme që të çojnë në vendime ekstreme. Ky libër është një udhëtim i fortë emocional që na përball me anët më të errta të natyrës njerëzore, por dhe me nevojën për mirëkuptim dhe reflektim. Gjatë takimit autorja Eva Caca ndau me pjesëmarrësit historinë, sfida sociale dhe ligjore me të cilat është ndeshur gjatë rrugtimit të saj, duke theksuar se gratë janë forca më e madhe e shoqërisë dhe të gjitha së bashku mund të sjellin ndryshime pozitive duke luftuar stigmatizmin.